Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi së bashku në emisionin Aromë Shkodre. Shpresoj që transmetimet javë pas jave në Aromë Shkodre t'ju kenë kënaqur, pasi dhe të ftuarit jemi munduar që t'i zgjedhim mjaft interesant, kryesisht personazhe që vijnë për herë të parë në studio dhe që ndajnë me ju eksperiencën e jetës së tyre apo dhe motive të ndryshme, mesazhe siç i quajmë ne her pas here. Ne kemi menduar që natën e sotme t'ua dedikojmë totalisht mirëditorëve, një e tillë jam edhe unë, dhe unë këtë e kam thënë disa herë në mjaft realizim, atje ku më jepet mundësia për ta shprehur që origjina ime është mirëditore. Dhe kuptohet që kjo natë do t'i dedikohet 9 vjetorit të shoqatës Mirdita. Mirëditorët në Shkodër tashmë kanë një shoqatë të tyre, janë shumë aktiv në këtë shoqatë, grumbullohen her pas here dhe të paktën 2 organizime kryesore përshkojnë gjithë aktivitetin vjetor të një shoqate, pa llogaritur lidhjet e ndërsjellta që kanë mirëditorët mes tyre, pa llogaritur dhe kontributin e vyer që ata kanë në qytetin e Shkodrës përmes punës pa lodhur që djersës që kanë derdhur në këtë qytet, teksa kanë ardhur me punë, kanë ndërtuar jetën e tyre këtu dhe i kanë shërbyer vendit të tyre. Emisionin e kemi menduar ta ndajmë në 2 pjesë, ku në pjesën e parë kemi një të ftuar të nderuar, Mariana Jakini, ajo është një artizane në Bashkinë e Vaut të Des, por ne kemi parë disa herë në panajire që organizohen në Shkodër. Mariana vetë është mirëditore, pra është edhe pjesë e shoqatës Mirdita Dega Shkodër. Ka duart shumë të arta dhe jo pa qëllim e kemi ftuar duke i lënë porosi Mariana, të lutem, kur do vish në studio do të sjellësh edhe një kostum të hijshëm mirëditor që ajo e ka bërë me duart e saj. Mirëmbrëma Mariana dhe mirë se erdhe në emisionin Aromë Shkodre. Mirëmbrëma dhe mirë si u gjeta. Shumë kënaqësi të kemi në studio, sepse të gjitha intervistat që kemi realizuar kanë qenë në terren. Mirësia është edhe imja. Pyet teleshikuesi se ku je takuar me Marianën. Në fakt kanë qenë panajiret kryesisht në çeljen e sezonit turistik në Bashkinë e Vaut të Des, ku organizohet jashtëzakonisht mirë dhe ne patëm mundësi të intervistonim dhe shumë artizanë të tjerë apo dhe Dasma Skënderbeun që ka qenë një organizim shumë i veçantë në këtë bashki. Por kësaj radhe ti vjen edhe si një mirëditor në studio. Mirëditore, pura. Puro mirëditore. Pra nuk kemi të bëjmë kështu që siç i kam unë, baba i mirëditor, po nëna është përmetare. Ti ke të dy, i ke mirëditor. Të dy mirëditore dhe martu me ndër mirëditor. Flasim pak për jetën tënde. Një artizane ku ka lindur? Po, unë jam lind në Mnele Madhe. Kam qenë në Mnele Madhe, është një fshat shumë i gjelbëruar, tani do t'jetë bërë nami me gjelbërim aty. Po, njerëzit kanë ikë, shumë pak kanë met. Nuk kanë mbetur njëri aty, Marian? Shumë pak. Bile në lagjën tim asni, po aty afër shumë pak. E kuptoj. Bile dhe ata dalin gjatë sezonit të verës, nëse duan të pushojnë. Ka që jetojnë aty, por ka që jetojnë. Ka që jetojnë. E kuptoj. Nga familja jote ka mbetur njëri në Mnel? Fisi jem jo asni. Asni. Ku kanë shkuar? Në Lezhë kanë ra shumë. Pra bëhet fjalë për Lezhë Vaudès, Po, në Lezhë, në zonat për rreth. Aty ku ka mirëditor, se mirëditor tërheqin njëri tjetrin, dhe kanë krijuar lagje qyteza me mirëditor. Po, në Lezhë Vaudès kanë ra shumë, më thënë drejtë, në Lezhë Vaudès ka shumë mirëditor, është e përzime me zëdrimor mirëditor, malsor, por shumë ka dhe mirëditor. Shumë ka mirëditor. Mariana, ti e rritur në një familje ku imazhi i veshjes së gruas mirëditore ishte i dukshëm? Po. Unë jam rrit me veshën e Mirditës, unë kam hala vjerën me veshën e Mirditës që manë përditshme. Po, në fëmirin të të hershme ti nuk e mbajtur një veshje mirditore? Ja. Jo, vetëm në rast e festash? Po, i këna vesh për shef, po ja. E kuptoj. Ndërkohë që gjyshja me cilën ti e rritur në shtëpi, ajo vazhdimisht? Ajo na kam mësuar gjithçka, kam vjerën që jeton sot me këtë veshje. Vjerën në shtëpi jeton me këtë veshje? Po. Shumë interesante. Po si ja bëjnë, sa herë që viju në Bashkinë e Vaut të Des, më ka bërë gjithmonë përshtypje që gratë atje kanë këtë pjesën e bardhë të veshjes së tyre, bardhë si bora. Sot është shumë e vështirë që ta mbash kaq së bardhë. Simboli i veshjes Mirditës. Tani atyre ju alajnë nuset, apo ka kimikate sa të duash për qëndruar që bardhë, si ka mundësi? Sa të lavatriçet, po drejti kanë marrë gjithmonë. E mbajnë, në? Dhe vazhdojnë gratë në mosh që i bëjnë ato gërshetat i kanë të tyre të flokët. Pra grua e mirëditor nuk i shkurton flokët. Gratë e vjetar që e marrin halata ditën, i marrin gjithmonë flokët e gjata dhe lidhin mbi shtalecet e vet. Është sa që i marrin këtë në përdarsme, në përkështu edhe i vehen. E kuptoj. A keni bën ndonjëherë përpjekje do ndalem pak të vjera, e përshëndes shumë prej këtej.
E përgëzoj që e kam mbajtur traditën, interesante është bërë pjesë e jetës saj. Po. Pra ajo nuk e imagjinon dot vetën me një veshje, me një kostum. Ajo sot është 83 vjeçë, bile i thojmë në për shtëpi ndroje vesh një fund me ngjyra si thojmë. Pra dhe në ambientet e shtëpisë nuk është se vesh gjithmonë ajo me teshë me veshje mirditore. Me veshje mirditore. Dimër verë. Me çemere, me të tëna, me shami. Aja vendos të gjitha dhe kur është në shtëpi. Me të gjitha. I merr shumë kohë në mëngjes kur përgatitet Vjera? Për 5 veshët, për 5 minuta. Për 5 minuta e ka marrë dorën, edhe pse është 83 vjeçe, por shumë e shkatë për të veshë kostumin. Dhe ja dhe në ekran shikohet edhe kostumi? I dritë, kujdeset për të mos me u bën pjesë. E kuptoj. Mirë, me që jemi tek këto elemente që Vjera jote 83 vjeçe i vesh për 5 minuta, në fakt këtu janë pak më shumë, nuk janë ndoshta ato që përdor Vjera jote. Cilat janë elementet e veshjes së gruas mirditore? Përditshme apo? Flasim të ato të përditshmet dhe pastaj kalojmë gradualisht te çfarë vendos më tepër në gëzime të ndryshme familjare. Përditshmet janë e vesha e bardhë, komplet siç është. Të dyja dhe gryka që quajmë na. Anteria faktikisht mahet pa mangë për shtëpi sepse me mangë. Po, si quhet kjo? Kjo është anteri, ajo pa mangë është jelek. Jelek. Është tjetër, ajo është si puna kësaj, po është pa mangë. Boshe përpara, dikur kanë pa mbajtur stravecën, po sot se marrin vetëm për raste. Pse nuk e mbajnë, mua më pëlqen kjo shumë apo thuj. Po nuk e marrin veç për raste se kjo kputet, prishet, ndërsa boshja mbahet më kollaj, sepse është më delikate dhe boshja mbahet më kollaj për të vendosur përpara. Çemeri është i përditshëm që e marrin, e flas ato që e marrin përditshëm. Po pse e kanë marrë gratë çemerin ato? Është rregulli. Është rregulli i veshjes. Gruaja mirditore ka pas zakon që ka vendosur duart në çemer, pra e ka përdorur si një bazë për të mbështetur duart? Po, kur ka qenë nuse. Kur ka qenë nuse ka bërë të gjë, e ka vendosur në shik se ka qëndruar bukur. Ndërkohë që në gëzimet familjare, veshjes si shtohen edhe elementet të tjera. Për shembull është duvaku, pjesa lart? I vehet po duvaku për nuse, kjo ksule strengle, aksesor manet ndryshëm, veshët kjo anteria gjatë, veshët gjupi, boqet mundesh me zbukuru gjithsesi. Po, gjupi është veshur edhe në verë, pra e ka duruar nusja. Po, edhe në verë e kanë vesh në atë kohë, sot veshin për shef për një foto, ose gjupin se veshin. E kuptoj, është pak si e vështirë. Ndërkohë që është preferuar ari apo sermi në bizhut e gruas? Sermi ka qenë më shumë. A ka pas në domethënie sermi për veshjen e gruas mirditore? Përbesë sermi ka qenë përdorë shumë, edhe për fije brezit, edhe për aksesor për para. Shkonte më shumë, do është ta me ngjyrën e barë? Nështë ka shkona shumë, nuk e di arsye, sermi kanë përdorë më shumë. Është lidhe dhe ndoshta me bereqetin sermi, më shumë si element. Ndërkohë që ti ke vendosur dhe 2 çorape, Po, të janë çorape të brezit që nusja, kur të martohet, ditën e darsmes, i ven një fëmijë të vogël në prerë, një djalë, është zanati, edhe nusja i jep një palë çorap. Po, me idenë që nusja re, të fëmijën e parë, të bëj djalë. Prandaj ulim një djalë në prerë. Më bën shumë përshtypje këmisha. Domethënë në treg nuk është se gjejmë këmisha të tilla. Pra ajo ka një punim sipër. Është shep gjithmonë me dorë. Këtë detajet me dorë, sot janë makinat, janë më ashtu, po edhe me dorë kam qepun. Pra të gjitha ato elemente që ti i ke vendosur sipër janë të punuara me dorë, dikur ishin të punuara të tillë. Po, ishin të punuar me dorë. Tani okay, përdor pak makina. Sepse kjo është më avancuar, nuk është ajo krejt tradicionale. I ka këto pitina si gjymna, qepuna me dorë, por këto janë të bleme. A dhe në shërita të vunë për me zbukuru. Të shërita që unë i kam vunë me zbukuru, dikur kanë qenë që nisën e krejt me dorë. Është vërtet. Kostumi mirditor dallohet se ka dhe shumë pulla ose kopça. E thënë ndryshe. Pjesa përpara ka pulla shumë. Si dekor i bukur, domethënë e shoh që në pjesën e brezit quhen, zbukurohen me pulla. Dhe si quhen kjo pjesa këtu stringla? Stringla. Që dhe këto në njëri kohë kanë qenë sermit, ë? Sermit, po. Sot nuk janë, sot pra këtë duvak, ja bëjmë të qartë të gjithë teleshikues, se këtë duvak e ka vendosur nusja kur ka ardhur në shtëpi, pra që është martuar dhe ka ardhur me një duvak të tillë. Sepse në ditët e zakonshme nusja heq të duvakun dhe çfarë vendos? Këto janë ksule strengla, duvaku ka qenë një shamia kuqe që ardh sipër. Pra një shamia të kuqe do vendos nusja pastaj? Ja hedh duvaku më ne dhe ka net me ksule me strengla. Po, kur i hiqet kjo të nesërmen, kur ajo vijon jetën, çfarë do vendosë? Dhe më thënë disit në hane, nështë ta ka majtë kësullin e strenglet, po më ne jetën vazhdim, s'ka mujtë me majtë, se ato s'mund është me majtë të nditën e përshpi. Po pa tjetër. A ne ka vu shami. Shami, qanë gjurë shamia? Zezë ka vu. Dhe pse ishte nusja e ka vendosë shami të zezë? Pa.
Ka një domethënie. Ksula me strenglet, ardhu Shamia Zez. Shamia Zez. Shamia Zez avu në simbol të vdekjes së Gjergj Skënderbeut, Po. Pra thuhet edhe Gojdhëna thotë që gratë militore në kohën kur ndroi jetë Skënderbeu mbajtën zi për të dhe vendoset ai që nga ajo kohë akoma sot ekziston ajo traditë. Vazhdoj me Shami të zezë, pra nuk është se ka përpjekje për vendosur Shami në ngjyra të tjera, por vazhdohet dhe dikush mundet edhe me vu për shef, por nuk është tradicionale jo. Nuk është tradicionale nëse ti ndron ngjyrën, pra do mbash ngjyrën e zezë. O do të vesh Shamin e zezë ose ksule strengle. Bukur. Kjo shoqërohet me një stil shumë të veçantë flokësh. Pasi flokët këtu nuk lihen të lëshuar në asnjë mënyrë. Gruaja militore i mbledh flokët. Po, vend dy bishaleca dhe vend Shamin. Pra janë të saja, sjerën të gjithë e leshiguesi bishalecat bëhen në pjesën mbrapa, domethënë po që lidhen nga këtu, pasi ndahen në dy pjesë, lidhen bishaleca në dy anë dhe sillen edhe vend. Dhe si të dy pjesë. Kanë qenë qujt palca dikur, kanë qenë bë flok bukur. E kuptoj. Si ja bënin ato vajza që nuk ishin flok të bollshëm? Vendoseshin palca, po i kanë mbajt vajzat gjithmonë atëherë. Po, mirëditor gjithmonë i kanë. Por duhet të dilte plot ai gërsheti dhe dikush ndoshta si ka pas ai shumë plot. Kur si ka pas shnetshëm me peje, me diçka munu me i zbukuru. Me i zbukuru edhe për me ishtu. Të paktën deri para 30 viteve, teksa kam asistuar për herë të fundit në një dasëm mirëditore, pra martoi një kushëririm dhe erdhi nusja aty, nuk ishte makjazh. S'ka qenë. Fare, nuk lyen, S'ka qenë. Dikush është ly, po jo shumë, si sot jo. Dhe i qëndrimi nusës ishte gjithmonë me sy të poshtë dhe krahët të mbajtura në një pozicion të tillë. Shumë e veçantë. A është e vështirë sot të riprodhohet një kostum nusesh? Të them të drejtën, është e vështirë sepse nuk gjehet copa origjinale. Pjesën e gjupit është shumë e vështirë për të bërë. Janë të munu me bë, po jo 100% sikur kjo nuk del më. Po, tani teleshikuesi po e shohin, kjo është origjinali, kjo është origjinale. Po hajde bëjë edhe një herë 100 vjet. Ka kaluar 100 vjet, po paktën 100 vite i ka. E ke fjalën për qëndismat nuk bëhen më apo ana materiale për të gjetur pëlhura, këtu kjo nuk bëhet. Afrohet deri dikon, ato gratë e Kukësit me sa di, kanë afruar deri dikon, po ka një punishte. Po ka një punishte atje. Por që nuk është kaq origjinale, si një herë një kohë. Se ka pas atë një teknik më të vështirë, më të ndërlikuar, tani duhet durim, nuk e bëjnë dot. Kanë ditë gratë e vjetër. Po s'ka mbetur njëri që ta trashëgoj? Apo si teknikë është shumë e vështirë të kesh aq durim? Artezorët nuk e dinë procesin e punës. Edhe ato që mendojnë që e dinë, afrohen deri diku me bë, jo se bëhet 100% sikur kjo. Pra ka humbur diebërja. Kjo as nuk blehet në treg, nuk gjehet kërkon. Paktën unë kam kërkuar dhe se kam gjetur. Po elementet e tjera Shamia? Elementet e tjera gjehen gjitha. Të gjitha bëhen? Po. Kështu që nuk është vështirësi. Pëllura bëhen, që nisen bëhen tani. E kuptoj. Mariana, ka që interesojnë për ta veshur kostumin mirëditor? Po, interesojnë vajzat e reja, bilun ka vajzën, martohet i ke dy verë, thot mam do mu vesh. Ati, për një fragment bukur. Për një moment të bukur të dasmës. A ka një emocion të shtuar në dasëm kur nusja heq për një moment fustarin në bardh edhe vishen si mirëditore? Po, veshen për qef. Dikush vesh vetëm gjupin, dikush stringlet, dikush ka qef kret, por bukur është në u vesh kret. Mu vesh krejt, sidomos në një moment kur të gjitha ta rreth rrotës, sidomos kur është dasëm mirëditore dhe që ka një dominancë të ndryshe të mirëditorëve. Po i kërkojnë. Ka një moment që të gjithë qohen dhe kërcejnë bashkë me nusen, entuziazmohen. Po, ka momentet veçanta që veshet. Okej. Ne patëm dhe vajzën tënde që martoi tani dhe ne i urojmë asaj jetë lumtur pas ka dasmën këtë verë. Po, sa gjë e bukur kjo gjë. I kishte shumë hieshi, kur e sollte në momentin aty të festës që bën në vjetorin e shoqatës Mirdita, u befasua, mi shkoj njerëz zakonisht fizionomia e saj. Edhe nuk për të me vesh, ka shef me vesh. Sa gjë e bukur kjo. Më vjen mirë, kur rinia e pëlqen këtë gjë, pra jo pse du ta veshin se thot nëna ose thot baba. Jo, ka shef vetë me vesh për bezë, thjesht edhe një muaj pak se nuk i din rrallën e rrobave se si do të vishën, po ka shef me vesh. Okej. Të çdo mundësia të punosh, ka njerëz që e kërkojnë që bëjnë porosi dhe ku dhe si? Po, faktikisht që i blejnë janë më shumë jashtë shtetit. Jashtë shtetit janë klientët më të mirë. Emigrantë shqiptarë i marrin për jashtë. Europë apo Amerikë? Në Europë edhe në Amerikë, kam qenë për në Europë më shumë.
Kryesisht për fëmijët i marrin apo jo, dhe për të Për rritur? fëmijë dhe për të rritur. Mbile ditë të festa kërkoj e kushërini një kostum me edhe në mesës, për me bon një parad në Itali. Atje, do ta bëjmë ato rroba paradën në Itali? Po. Në çfarë vendi, çfarë ambienti mund të kenë? Nuk e di për vetë, po aja kërkoj një kostum Për me ekspozuar atje, për me sepse ekspozuar atje me mendova bën që një i parad. blen këtu që ti kenë kur të vinë me pushime dhe të bëjnë pjesëtarë. Jo, bëjnë emisione, bëjnë parada me të. Ke kushërini jeme kishte për një parad për mesin e tij. Pra që organizojnë në Itali veshje, do ta vishte atje dhe i tregonte se si është veshja mirditore. Kjo është gjë shumë e mirë, pa kërkoj me gjithë aksesart për me u duk sa më bukur atje. Edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës emigrantët atje kanë shumë organizime, kështu që besoj ata e kanë edhe mallin këtu, mallin për vendinjen e tyre. Nështë edhe prej mallit e kërkojnë, por jo, edhe këtu e duhet kërku, faktikisht, por të ble që e blenë një shtetit më shumë. Ata e duan personale, duan të tyre, ndoshta nga që është edhe fuqia ekonomike për ta blerë. Nuk e di nëse ka kosto të lartë një veshje miritore? Po, kosto ka përbes, por emigrantë se pysin e blejnë. Okej, me ata është më lehtë, do me thonë, për të bërë tregti, pa jo ule pak çmimin, jo pak më poshtë dhe gjëra të tilla. Kush e vendos me blej, faktikisht asnjëherë nuk nganon, më thanë apo mi lënë më lirë pak. Se janë të i blej për qef. Po, kërkojnë gjëra specifike, ndërhyjnë ata në diçka të personalizuar në kostum? Jo, si është nuk e dinë se si janë, ma plotëso thot veshjen, nuk e dinë se kush është veshje, veç duhet m'ja plotësuar, mi thani ke veshjet ishto, me edhe me foto do të veshjet ishto, se nuk dinë rënien se si do të veshen. Qartë, a ka pasur raste që veshjen e kanë kërkuar ata që nuk janë as pak mirditor? Sa dush. Edhe që s'janë mirditor dhe marrin veshjen e mirditës, po pse Maria? Ajo vajza vogël, bile që ja kam hedhë një status, është malsore dhe prindërit e saj kanë kërku veshjen mirditor me e vesh për shef. Sepse krijon një kontrast shumë të bukur ngjyrash, ne dhe teleshikuesit do të kenë mundësi ta shikojnë se sa e bukur duket ajo vajzë e vogël, ajo është nga duke gjini realisht. Ka dy prindër shumë të mrekullueshëm dhe dy vëllezër po ashtu. Por për lezet i kanë veshur veshjen mirditore, sepse i shkojnë njerëz zakonisht. Pra, po ta mendosh, fëmia është vetëm 1 vjeçe. Edhe ju bëni rritet rroba... Rritet ajo me tradit. Rritet me veshje tradicionale, mund të veshje gjubletën, mund të veshje... Më pas. Mariana nuk e imagjinoj, pra ju bëni sa për një kukull 1 vjeçe. Po, sa për një kukull ishte ajo vogël. Dhe ishin shumë të vogla dhe kënaqësia e nënës së saj Filianës, teksa më tregonte se shiko ajo përpara ishte sa dora ime tha. Pra bën edhe në proporcione kaq të vogla. Këto janë edhe të lehta për tu paketuar në dhuratë që shkojnë jashtë kufive shqiptare. Po, ka kosto më pak, adin, si mas kategorive, si mas përmasave, janë edhe çmimet më ne. Mariana, çfarë të bëri të nisësh të profesion? Thëmë drejtë në punën e dorë se kam bëjë qyshe vogël, se ka qenë në regull, vajzat e dash me mësu, për me shku të burri, mos me shku par ditë me pa pëndore, po ishte turp atëherë para 30 vjetëve. Që do të sa e vogël, kryem një ide për e vogël, 2-13 vjeqe kanë fillu të qenis për vesë. Shiko, se të janë një habit e brezisov, si e thot 2-13 vjeqe ke fillu mu përgatit për martesa? 2-13, jo, kanë fillu me mësu me qenis. Me mësu me qenis, gjërët vogla. Shqipsha qendrat vogla, gjanat vogla, gufe kene pathon një stegve dikur, shto gjanat vogla. Pra mësua dora me këto zburimet e vogla. Me shtiza të ba papuqe, të ba qërape. Po pasaj çfarë ndodhi, që ti nga ajo që e mësojmë po thuaj brizi jot, me vullnet dhe me dëshirë më të madhe, pas e kalojnë në profesione, si e kam vazhdu në profesion, ishte koha pandemis, me të dhe pa punë, faktikisht shpia, dhe që përbëj, hajtë që përbëj pëndore, njëri ma banë mu një kostum tjetëri, ta fërmit e mi, kostumin e parë, vajzë vajtë ja kam dhanë, kostumin e parë që ja kam ba fillin e marë. Për çfarë moshe bëjt fjallë? Ishte vogël, 7 vjeqe vajza. Pra ti bëri një kostum të vogël miritor për një fëmijë 7 vjeç. 7 vjeç. Mane, hajtë edhe një tjetër, ishto, thash pëse jo, pëse mos i bëj edhe për treg. Dhe ti pasaj... Fillon kërkesat më nejtë ushtu, në të e fali herë filloj mirë, thajtë, të që herë të filloj... Sa t'ja marrë pak dorën më shumë, si një formë praktike. Dhe më pas, ja këshu nisi, pasaj ti... Tasha kam kësuj në biznes, kam një dyqan vogël. Dyqan e kenë në bashkinë e Vautodes? Po, në bashkinë e Vautodes, për bërë katedrales, në pedonale. Punon vetëm aty? Dyqan i vogël është, por... Vetëm punon, apo është... Kam edhe vajzën, faktikisht një mënë, por vetëm jam. Po, ka kërkesë në bashkinë e Vautodes për veshje miritore? Po, ka, sepse zona për rreth jetojnë, thash jetojnë me një veshje. E plakat i marrin edhe për banesën e funit.
E porosisin enka si veshje mirditore, që në çastet e fundit të jetës ti marrin ato me vete? Po, duhet t'i kej në arkë, është rregull. Vazhdon edhe sot e kësaj dite? Kanë marrë në arkët, po vazhdojnë, vjetna jemi i ka në një valigjet, i ruan me shumë fanatizëm të mbrojtën dikon. Më ka qelluar që ti vesh këto veshje para ndoshta 16 viteve. Para 16 viteve halla ime, njëra nga hallat, se halla që është tamam halla ime është në Tiranë, po kështu i kemi quajtur vajzë xhaxhait të babit, i kemi thënë hall. Ajo bile erdhi me një bar drush. Jo se e kishte nevojë që ta bënte atë punë, por ja bën rutinë. Është rutinë. Pra ndjet mirë po ta bëj. Bëj fjalë për në kulme në mirëditë. Dhe para se ajo të vinte, nusja e djalit saj më dha mundësinë që unë të vishja qoftë për një foto ato veshje që e kishte ruajtur dhe janë befasuar. Se si ka mundësi, kjo veshje ruhet si traditë që këto gra të shkojnë në banesën e fundit së bashku me të. Bile kishte dhe një varse sermi që ishte kujdesur ta kishte dhe atë me vete. Me majt atë tradicionalin e vjetër, për me marrë me vete. Po, tani supozohet është dëshira e individit për të prodhuar. A ka ndokush që merr me vete një veshje origjinale? Po. Sepse për origjinalin i kemi me pakicë dhe ato janë drejt zhdukjes. Origjinalin... A ka ndonjë person që merr origjinale me vete dhe kjo gjëna dëmton në trashëgiminë kulturore? Origjinalin me vete kush është shumë maraklie, ka rujt me shumë fanatizëm. Vetëm për këtë ditë? Po si, e ka rujt. Me këtë gjëp në është ashtë banuse, e ka rujt aty në arkët, nuk e ka nxjerrë me marrë, mos mu bëjë pjesë asë kur gjë, e ka rujt, e ka vesh në është e ka dhanë mesës kur është martua disi, për qef, edhe e ka për me marrë në banesën e fundit. Po qëfar do me thoni e ka kja? Po është tardita njështë. Ashtu si qyra në nuse, ashtu do dalë edhe nga kjo shtëpi? Po. Shumë interesante kjo, është rregull. Janë raste të ralla, është në zona të veriut të Shqipërisë që është kjo traditë. Mariana, të duket e interesuar brezi i ri për shembull vajza që ta mësojnë, a ke pas ndonjë përpjekje konkrete? Për me mësu, në fakt kanë qejf me mësu pjesën e të zgjatë, kanë qejf me mësu qenisje, kanë qejf me mësu punën e grepit, po tregojnë interes. Tregojnë interes. Pra vajzat në bashkinë Vaudès, pra kanë një lloj interesi për të bërë. Ke menduar të hapësh një kurs për diçka të tillë? Po, do të hapi kursin. Kam mësu vajza, kanë ardhur, më kanë pa munja ty, i kanë vëllë makinë me qepi, kanë ba dhe me qenis. Adin, gjanat vogla. Gjanat vogla, po kështu si që nisi edhe me ty. Po, do me hapë edhe një kurs falas për vajzat, kush ka qef, janë do shoqet vajzë teme që vinë edhe. Falas do e bështë? Falas. Po pse falas? Vetëm të mësojnë. Vetëm të mësojnë. Mos të humin si tradit. A kjo do ishte shumë gjë e mirë. Në bashkinë Vaudès, vetëm ti e artizani që e bën kostumin mirëditor. Pra që ke një dyqan posaçëm për këtë. Po, një dyqan tamam për i këtë veshje, është vetëm dyqan jem. Po veshjet të tjera? Por që është me gjithë aksesarët. E kuptoj. Veshjet të krahinave të tjera mban, ka interes? Apo vendi ku ndodhesh? Unë kam vetëm Mirdicë. Për momentin kam vetëm Mirdicë. Qartë. Mariana na kënaqe sot me këtë bisedë që bëm për kostumet kombëtare. Ne shpresojmë të shohim edhe në panajire. Janë panajire që bëhen në Shkodër, në bashkinë e Vaudès. Ndoshta do ishte mirë që kostumi militar të u thonte edhe jashtë kufive të Shkodrës, në aktivitete të ndryshme që ndodhin. Shkojmë në panajire gjithkohë, marrë në Shqipërisë kam qenë Malzi, kam shkuar në Kosovë. A kanë interes atje për kostumin militar të paktën të pyesin? Në Kosovë, së drejtën jo. Në Kosovë jo? Jo. Kam shku, s'm ka pyet kërkosh. E kuptoj. Në Kosovë jo? Po në Malzi? Malzi po, e të hoqin turistë nuk i di kush ishin, se unë nuk i një pra janë të huaj që pyesin po ishin të huaj, nuk e disha për vezë, dhe morë një dy kostume fëmish. Për fëmi ma shumë. Ishin shqiptar apo jo, malazez? Ja, nuk ishin shqiptar. Pra morën për fëmijë kostume vetëm thjesht i kishin, sepse ju pëlqeu kontrasti i ngjyrave, stilizimi i tyre. Vetëm këta të djemve që janë universale. Që ngjajnë dhe janë universale dhe ngjajnë me kostume dhe gjithë burrave në të gjithë Shqipërinë. Nëse për të vajzave jo, të grave s'm ka pyet kusht, tam drejt në Kosovë. Është vërtet. Ti veti vesh her pas here? Po i vesh me rastisht. Okej, po më duket stafetin ja ke lënë vajzës, sepse asaj kanë ndoshta më hije. Edhe shkojnë vajzë, na shmarrë. Është vërtet, është vërtet.
Marian, shumë kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë në studio dhe të dyja së bashku do ndjekim një reportazh në cilin ke qenë edhe ti në këtë aktivitet. Bëhet fjalë për 9 vjetorin e shoqatës Mirdita, Dega Shkodër, që u organizua pak ditë më parë në Shirok, u zgjodh një ambient atje, një subjekt privat, ku të gjithë së bashku grumbullohemi ashtu siç është traditë. Ndajmë kujtimet tona, bisedat, bilet disa dëgjon edhe për herë të parë, gjithmonë ka histori, është ajo plejada që gjithmonë do të ketë diçka të re për të thënë, dhe ne do ndonim që këto kujtime edhe mbarvajtjen e të gjithë aktivitetit ta ndajmë me gjithë teleshikuesit e emisionit Arom Shkodra. Miritorët janë shumë të mirë, janë shumë të dashur, janë shumë të matur, tani e di që do thoni Kozeta i thua këto se e vetë mirditore, po i kanë këtë cilësi, dhe besoj shoqërinë që keni pasur me mirditorët e vlerësoni si diçka shumë të rrallë. Por më gjërë, le t'u lëm vetë mirditorëve të bëjnë një portretizim, ashtu si që kemi pyetur, ka gjëra shumë interesante, bile për të ngjallur këshërinë tuaj, a dini se në një X familje ka pasur dhe burg në shtëpi. Më ka befasuar, Mariana ndoshta nuk e kape këtë bisedë atë ditë, ka ardhur me vonesë, po, ishte një familje shumë e madhe që në katin e parë të ndërtesës së tyre mbanin edhe një burg dhe dënonin antarët e familjes kur shkelej sjellja, krijonin ndonjë konflikt, ishte shumë e veçantë. Nuk e niva si bisedë se ka marrë pak vonë. Edhe pak vonë. Po ke rast ja këtu nga studiot shikosh se çfarë tha zotëria në fjalë. Këtë e thash për të rritur më shumë kurëshin, po aty ka shumë gjëra me vlerë edhe të bukura për t'i ndarë me të gjithë ju. Ndjekim reportazhin. Prej 9 vitesh, mirditorët në Shkodër janë bashkuar dhe kanë krijuar shoqatën Mirdita. Shoqata ka si qëllim jo thjesht bashkimin e mirditorëve nga njëjta vendlindje Mirdita, por ruajtjen e traditave dhe zakoneve, e duke u apërcjell këto brezave më të rinj. Shoqata prej 9 vitesh ka organizuar aktivitete të ndryshme, ku 2 më kryesorit janë festimi i Krishtlindjes dhe përvjetori i krijimit të shoqatës. Shoqata numëron mbi 300 antar, një numër ky që rritet nga viti në vit. Brenda saj gjen disa antar të një familje, po ashtu intelektual, personalitete të nderuara në Shkodër e më gjërë, por dhe njerëz të thjeshtë bujar që jetojnë me djersën e ballit, duke u ndier krenar që janë mirditor. Unë jam Gianmarco, origjinë nga Mirdita. Jemi rritë në zona poshtë Bushatit, tani në Shkodër. Kënëm që jam mirditor, edhe që bëjmë pjesë, aderojmë të shoqata Mirdita, që është themelu 9 vjetë ma përpara. Në banë krenar si mirditor, për shkak të traditave të mira që ka pas Mirdita. Si shdjen zakonet mirditore, zojnë rrani heret, që është në thellësit historisë saj. Edhe pse ishte një vend i varfër, ajo ishte një vend me shtëpia, tradita të mira, me fisnikëri, burra, njerëz punëtor, njerëz ditun, njerëz inteligjenta, njerëz që kanë ljek, kudo që i kanë shku, kanë shkëlqy për sjellje, për moral, për karakter. Pikërisht janë këto, disa nga vlerat që në banë krenarët jemi mirditorë. Jam mirditore ku kam linë e ndër mirditore jam martu. Jam bi Oroshit, Mirditës, me origjinë. Për një ami jetoj në Dragusht Lezhës. Po, tani më bëri përshtypje kjo që ata janë mirditore, po prapë je martu me mirditorën. Ç'mendim ke për mirditorët që marrin nga jugu? Janë shumë mirditorë brava 2 anë, si nga kam linë, si ku jam martu. Po ata që i marrin gratë nga jugu, a bëjnë mirë, a bëjnë keq? Unë nusën e kam nga jugu, a kam shumë të mirë. Nusën e djalit. Mirdita me jugun. Shumë, kombinon Mirdita me jugun, një jena, pra si Mirdita, si ato të jugut, jena shumë të kënaqur edhe për njerëzit që kena marrë. Edhe është kënaqësi se marr pjesë. Me origjinë nga Oroshi i Mirditës, po të bëram herët, shumë herët, por jemi krenar që e kemi atë origjinë. Edhe tash që na u dha mundësia të u kriju shoqata, mundohemi të angazhohemi me shoqatën. Sa kohë ke në Shkodër? Në Shkodër, 99-ën kam marrë nga një fshat bardhaj, po fisi im është Nasht.
aty kanë dhënë vend nga Sheldinja kanë ardhur në Ashtë, nga Oroshi kanë ardhur në Sheldinj, nga Sheldinja në Ashtë. Janë radhor, ti je shkrenor, ti je mirëdor. Do bëj thirrje kujdes që ta shohë këtë televiziorit tuaj. Dhe që janë në rend në kombëtare, që janë mirëdor dhe dinë vetëm me gjak mirëdorit mos ta hupin traditën. Sa më shumë. Unë qyshe u bashkuar me Federatën e Mirdita, bile jam shumë krenor, jam shumë mirënjohës për këtë. Dhe bëj thirrje që mu bashku sa më shumë. Për arsye se mos ta humbin. Mirdita njoh shtet dikur. Me dhe me humë ma shkut. Shtet, a njoh shtet ma në shtet Mirdita. Mirditorët prej shekush kanë krijuar jo thjesht fizionomin e tyre, por tiparet identifikuese mes krahinave të tjera të Shqipërisë. Gjitha i kena. Respektin, mirëpritjen, fjallën e mirë, shoqërinë. Gjitha i kemi. Ti je një mirditor i gjatë me sa kuptoj unë edhe pse. Kam linë edhe jam akoma mirditore. Se përgjithsisht mirditorët nuk janë gjatë, por si duket ka qellu tek fisi ju, ja? Po. Gjithë bruqi i gjatës, gjithë marku i gjatës. Përgjithsisht mirditorët Afër 2 metra. Një premje të nga zona. nuk janë premje. Okej, një Në lloj. shoj zona. Të falem do vish prap. Në Patjetër, realizime. shumë. Doni çmos nga Italia të vini. Patjetër se do të vini. Patjetër se do të jem pjesëtar të kësaj shoqate. Ka më shumë mirditorë se sa pjesa tjetër. Bile kisha me i shtu sa më shumë, Ashtu, se a? duken pak, po. E po hojnë që janë mirditorë apo ka nga ata që janë kundur? Jo, asnjë mirdit, asnjë mirditor nuk i del vetvete kundra. E kuptoj, ka përshtypjen se në Vaunet e si ruajt më mirë tradita, ndoshta dhe afërsia apo zona i ndihmon që t'i ruaj më shumë traditat, pa i tjetërsuar. Ashtë edhe zona që dominon, por edhe nuk e gjithë boti ke që mirditoria traditën e vetë dhe zakonin e vetë nuk e harron dhe nuk e mohon. Po, ju keni edhe një artizane mirditore, jam shumë kundërshtare. Në Vaunet e Ejës, a mbajnë njerëzit rrobat e kostume tradicionale mirditore, a i mbajnë edhe a i veshin në momentet caktuara? Vjeshi dhe i mbajnë, unë ka vdek nana me uniform mirditores dhe e kam varros me uniform mirditores, jo, po mohojnë edhe heqin Sa uniform. e herë kam marrë në Vaunet e Ejës, më kanë bërë përshtypje veshjet e nënave tuaja. Po si o buri dhe o da që të bardha robat, si ka mundësi. Sot lajsa duash, po ashtë të bardha se i kam pa aty, si kam pas ku tjetër. Tesh është kullaj për t'i majtë, po Jo dhe ma tani është shumë përpara, vështirë, po dhe më përpara. ma përpara ka qenë ma problem që s'ka pas as sapun, Me që e ka la? mirë me fi, po i kanë la me vujtjet mëdha, edhe me hallet mëdha, por ama ja kanë dalë. Çfarë karakterizon një mirditor? Përgjithsisht, në temperamentin e tij. Po, ka qenë një shprehje që kanë pas thënë gomari i shill dhe mirditor të marrë nuk ka. Mirdita shquhet për zgjuarësi, për aftësi, për kuven, përveç se edhe në ato tradita që rrallë një gjën që mirditor bëjnë gabime që në shkohen edhe nga ligji, pra që janë të zgjuar, nuk bjen viktime provokimeve dhe problemeve që mund krijon. Në origjinë, unë jam nga kryqëzimi në Vavens, mirditor, aktivist. Në mirditë, vlerat janë cilësia thelbësore, të cilat mundona miruj dhe ta shiku brezave që vinë. Dhe punojmë me përkushtim që të vlera mos të jenë sa më të pamohueshme dhe të rrisim nivelin e përfaqësimit të njësisht në përgjithë strukturat, qoftë në politikë, qoftë edhe në pjesë të ndryshme. A ekziston familje mirditore, pyetja e fundit, që kur këshillojnë fëmijët, gjithmonë shikohet a është mirditor ai ose a është mirditor ajo? A i bani orientimet për me marrë mirditor apo i leni fytë e lirë? Ka met si ta shikimi, sepse ka met i pjesë ka met, sepse edhe djalin o fëmijë që të cilën shikojmë edhe martesën me marrë ka mirdita, sepse dëshira është, po, nga krahina se kuptoni me traditat. Po. Mos ja mësoni nga e parë, vinu si ja mësuar. Normal. Kësaj radhe është menduar një organizim modest për shkak dhe të angazhimeve të shumta, por që gjithë vëmendja do të përqendrohet kryesisht në ditëlindjen e 10 vjetorit të këtij grup bashkimi të mirditorëve.
Pse se ke marrë herë tjera grunë? Shkona mirë në kësion. Dhe si problemi. Po shkoj në këto event në këto marr grunë përgjësi, po shkoj në terekën e darë ka shkoj grunë se marr kur. Se s'mlen me pi, amon. Kam qef me pijet. Po sot e ke ndarë mendjen që nuk do pish. Mos e pi shumë. Okej, hera parë i ke thënë edhe se ka marrë apo? Jo, me kam rast të plot si shkoj me të, po. Sot është hera parë të miritor. Sot është hera parë të miritor, për çdo festa, për çdo rast e bash. Gjithkohë shkojmë. Mes antarësisë do të gjesh edhe ata që e kanë për herë të parë ardhjen pranë shoqatës. Unë jam nga Vigu. Nga Vigu? Po. Sa kohë ke që je shkëput nga Vigu? Unë ka 60 vjetë që jam shkëput nga Vigu. Sot jam pothuajse 63. Ka bëra 3 vjeç në Ranzat Bushadit. Ka 30 vjetë që jetoj në Itali. Edhe sot marrë pjesë për herë të parë faktikisht to, se vetë kushtet për cilat fola emigracioni që... Je larguar 3 vjeç, a shkon më në Vig? Shkoj. A ka mbetur shtëpia atje apo jo? Janë prap shtëpia. Shkojmë nga herë, mlidhemi si fis, bajmë një piknik, si që i thonë. Ashtu, a? Po. Shkojmë edhe ashtë i knaqësi e papa me faktikisht. Pakten për mu, edhe për fëmijët e mi, si kam qenë edhe me fëmijët që kanë lekë, janë në emigracione. Militorët gëzojnë një reputacion mjaft të mirë në Shkodër dhe kjo vjen për disa arsye. A je ndjerë si militor i vlerësuar në Shkodër? Po, zakonisht unë jam shumë i vlerësuar, nga rrethi ku kam punu, me shokë që kemi jetu dhe bashkëpunu me ta. Na kanë respektu, ana sjellta, sigurisht edhe ne kemi pas respekt për ata. Edhe na kanë vlerësuar gjithkohën, çdo pozicion që kemi qenë, në marrëdhënie me shokët dhe me shoqërinë. Çfarë opinioni kanë shkodranët për militorët, përgjithsisht? Në përgjithësi militorët e kanë tregu vetëm për të qut, për njerëz që janë përshtat gjithanej ku kanë jetu, edhe kanë opinion të mirë. Ashtu, a? E thonë shpesh shkodranët, militorët janë s'qut, a? Jo për t'u lavdru vetë, po është reale, derisa nuk kanë gjenë problem asnjëherë për komunitetin këtu. Cili është relacioni militorëve me Shkodrën? Po. Ky herët, të paktën që nga periudha e Skënderbeut e këtij, militorët kanë pas lidhje shumë me Shkodrën. Dhe si po edhe mas sërimit, mas 24-s, deri nga vite 60, Shkodra ka qenë qark, që përfshin edhe mirë ditën. Kishte arsyet e veta, deri tek edhe bashkëpunimi ushtarak. Kapitani Mirdis me 5 deri në 6.000 forca që nxirrte rrollorit sultanit apo një tjetër, bashkëpunonte me Karamamut Pash Pushatliu, Karaziu. Kanë bashkëpunu këta. Dhe kjo ngelet. Fakti është që në Shkodër kanë ardhur shumë militorë, jo vetëm qytetarë thjesht, por kanë ardhur edhe artista të mëdhenj, që nga Rozana Knos, që e ka filluar karrierën këtë Cuca e Malivet me Shkodër, po janë edhe të tjerë për një kune, një nga aktorë mjaft të mirë të teatrit në gjeni, e tjerë që unë i kam edhe në listë me prejardhë. Pastaj e gjithë kjo lidhje e Shkodrës me mirë ditën mund të mlidhet në këtë shprehjen që thotë menja ka lënë Shkodër. Detyrimisht në Shkodër, se Shkodra ka qenë vend urban, i zhvilluar me kulturë, në krahasim me gjithë qytetet e Shqipërisë. Pra menja ka lënë Shkodër, ka ngrënë bukë në mirë ditë, drek, dhe ka përfunuar në Dibër. Nuk ka shkuar as në Borrell, as në Kopës, por ka shkuar në Dibër. Edhe mirë ditë ka hyrë drekën. Ke fëmijë, më fal që të Po, kam 3 fëmijë. Me thuaj moshat e tyre. Kam 2 vajza, një djalë. Vajza kam në shkollë mal, kam në shkollë mal të 2, kam barume të 2, unë i kam jashtë. Djalin e kam alaleqar dhe i jetë jashtë me leta gjithë me dokumenta. Moshë e tyne vajza është 30 e madhe, kam 38 vjeqe, po, tjetër është 34 vjeqe, djali 29 për 30 vjeqe,
pra ka ndalë jetë? Ka met vetëm me grunë të shpia. Nuk je i babai që e merr bile për çdo vjet ka marrë dhe grunë, po si me tjera i vet. Fëmia për të pa vendinjen tënde. Shumë unë çej Gojan Mirdit Guadenshin. Ai ke qenë një herë në Gojan. I kam qenë në Gojan, i kam qenë në Gomësishe. Ne bëjmë çdo vjet mblidhna si familje, që 7 vëllezër. E 2 motra mblidhna për çdo vjet mblidhna atje në fshati atje. Edhe bëjmë një piknik. Po, ku shkoni te fshati? Kam vetë njëri te fshati? Te fshati ku kam ideologjet babzot me familje. Tjetër se era që bëjmë. Shkojmë pa në verë shkojmë atje. Ka funi ngushtë kanë pushime ato dhe vim tonë në dhe. A kënaqen fëmia? Normal, që s'knaqen. Keni vend bukur atje, liçeni, veni malet, kodat. Fëmijët kur i pyesin, po hojnë që e kanë origjinën nga Mirdita? Absolutisht që po. E kanë, zbahet fjalë, bile unë vazhën e dytë kam marrë në Shkodër, dhe sa herë vjen, drekën e parë e bën atje, dhe me shkuta atje, morën gjitha me veti, morën fikër, hëmejt arrim atje, me mije, e kalin Velipoj, ku kalin Virrë. Atë shkojmë, në shumë gjumë. Shoqata ka disa dikë të saj në Shkodër, Velipoj dhe Vaudejës. A ka militon Velipoj për ka bërë qartë gjitha atyre në Shkodër? Dhe sa militon mund t'keta besisht? Unë Gjë Nikolli jam, me dëshirë dhe me respektin gjithë banorët e Gomësisë së Velipoj. Jam caktuar si kryetari i tyre. Dhe në qysh 1970 që kena në Velipoj, bëm 54 vjetë që jemi në Velipoj, dhe halos që kena harruar të dita tona. Pra jemi kajnar që jemi mirditore. Ju keni jetu në Velipoj me traditat mirditore? Po. Apo jeni përshtat si zona? Absolutisht, ne edhe përshtat me zakonit dhe traditat Velipoj si jemi përshtat, por ma shumë kena mërujt traditat tona. Pa duke fillu që nga fëmija, edhe deri ka më rritëni. Por Velipoj është një zonë turistike, a kanë përfitu mirditorët nga hapësira turistike që ofron vendi? Absolutisht. Apo kanë qëndru për njerë, presim e ligjërat? Absolutisht, kur gjanë s'kena përfitu si mirditor, sa i përket problemit plazhit, sepse normalisht me nalit, thonë që është toke jona. Ne kemi marrë 7500 që kemi marrë toka, por me përfitu gjanë plazh asë një. Për kush ka mujt me ble me veti edhe ka bon për veti. Absolutisht në 7500 ne s'kemi marrë kur gjanë Velipoj. E kuptoj, me qa ke jetu? Gjithjetën? Po gjithjetën pjesën para 90 si gjithë, pas 90 me emigracion, me biznes privat, me pak bujësi, kush merë në bujësi, kush merë blektori, kush se na pjesa tjetër merë në shtonë, dikush në punë shtetit, dikush anë, dikush tek, si jetojnë mirë, në Velipoj jetojnë mirë, me thonë tajtë, edhe mirëtorët jemi të kënaqur shumë, si jemi në Velipoj, të përshtatën me traditat dhe zakonet tona, komplet me si fshat, nga që në Vaudejës jemi qujtë Gomësishe dhe në Velipoj, akoma quna Gomësishe Velipoj. Asa gjevur, keni marrë dhe toponimin e vëndit nga keni shku. Takimet këtu shoqërohen me rrëfime të historive që i përkasin kryesisht së kaluarës, por që mbartin emocione dhe për mënyrën se si rrëfehen. Në katin e parë në Burg që këta thënë gjuhë popullore mirëditor se Burg, edhe Burg. Po, kështu ka qenë një dhomë ndame e të rrisme mos me lënë komunikim, për shembull. Ka qenë gjoni, si nuk është mirë fill, shpia e ka dënu gjonin 6 muaj 1 vjet, ndoshta ka pas dënime dhe më të rënda janë dënuar në mërna shtëpisë. Është. Ka pas dënime 6 muaj. Po 6 muaj 1 vjet edhe 2 vjet pa dalë jashtë. Ja, po çka gabimi mund të? Për shembull ai pasjellshën, ka është ngatruar me njerëzit ka bënë diçka se s'ka qenë ngjashme për shtëpira, po ka shku ka vjedhni diçka se nuk është ngjashme për ne. Ka dala, ka kry nevojat e veta. Ka zërë zoti i shtëpisë, e ka zërë atë. Dhe ka pranuar për shkak ai moshere, ka dëgju babën e mu fut edhe i herë brenda. E kanë dëgju dhe ka qenë tjetër jetë, ka qenë tjetër privilegj edhe pa shkollë ka qenë. E kanë ndodhur kjo fenomen. Dhe baba ishte gjykatësi, ë? Gjykatësi. Dhe shtëpia jon ka qenë me 3 zota shtëpie. Po? Burgu është akoma atje si muze për t'u kujtuar të kaluarën. Me të thënë realisht, shtëpia është bërë rekonstruksionesh. Kam po në 6 muaj shtëpinë, burgun e kanë dhënë prap veçantisht pa prekun, por shkputën për i kull s'madhe se është bë kull tjetër. Shkëputur, do të thënë prap burgu jeton si burg në veti. A ndikon psikologjikisht edhe sot e breza, shiko, bët gabime
Këtu do futeni, ja? Prapje në të sistem. Parësi në shpërdal, rreth i plot moshkuj, i në shpërdal, po prapje në se ti cëngu se edhe bëhet ajo punë. Duket sikur profesorët të tilla si ushtarak apo polic kryhen më së miri nga një mirëditor. Gjë që ti je në polici, sa kuptoj. Unë punoj në polici bashkiake Vallënës. A mendon se figura e policit qëndron bukur tek një mirëditor? Për nga temperamenti, korrektësia, disiplina që ka. Qëndron se është tamam që i shkon mirëditori. Edhe uniforma, edhe vjeshja, edhe detyra. Se është i Zotit ta edukoj edhe ta moje atë detyrë që ka. Është edhe i prerë. I sakt. Mirëditorët në Shkodër e përkrahin shumë shoqatën pasi ata e vlerësojnë dukshëm aktivitetin dhe qëllimin e saj. Jam shumë i kënaqur që vazhdon, edhe dëshiroj të vazhdojnë. Të këtë shoqat, mirëditorët i marrin sigurisht lidhja që kanë dhe përjarën e tyne dhe që përgjithsisht janë Shkodër. Angazhohen gjithë militorët, gjithë ata kolegë tonë, gjithë ata anëtarët e shoqatës, angazhohen për raste, për festa, për... Ju jeni dega më aktive të ndryshe. Më aktive që sa herë ka organizime shoqata Mirëdita, ju edhe si numër jeni goxha të konsiderueshëm, por dhe krijoni një atmosferë shumë këndshme në këto organizime. Të si falë mbështetësi jo vetëm e ime personale, por duke pas edhe kratë e nxehtë me dedin, me prangën, me prangën sot kemi ardhur një grup i vogël sepse normalisht nuk deshta mu zero për shumë, por ama jemi kompakt. Dhe sa kur tjetë problemi për me shku në kësi lloj rastesh, janë të gatë që marrë edhe 10, edhe 15, edhe 20, edhe 30 vetë kisha mundësi me i prusët. Pa që ishte ambjenti ngushtë edhe na nuk ushtoj ma tepër. Bën vlerë sepse pavarësisht nga sasia aktiviteteve që diktohet nga mundësitë ekonomike e financiare, po fakti është që aktivitetet që bën shoqata Mirëditës janë me shumë kulturë, krahasu nuk po përmend shoqata të tjera rreth rrotut Malësisë, Dogazhinit e Indjes, se secili ka atë autoritetin e vet. Po Shkodra ka fitim, sepse militorët janë dallu për muhabet, janë taku si burrat në kam, me kokë njëherë majtës e vjedhës, dhe pastaj muhabetit i bëjnë neun. Neun ka kuptimin që i bëhen qeta me ashtu. Ndoshta unë jam pak me temperament më të madh sepse jam në cep Mirëditës me selitin që jemi të përzirë nga, po në përgjithësi Mirëdita ka muhabet të shtruar. Për shembull, plot zonat Malësisë, madhe, Dogazhinit, po ta peshish një Dogazhinës, ma ka ba borës filani, do të dalë të vras. Dikur, se nësa militori kur nuk ka thënë do të dalë të vras. Ma ka ba borës, do të dalë të vritim. Pse? Është modest. Mund të shosh me vrarë të vretaj. Se nuk i dihet. Pra janë këto karakteristika burrore që nuk janë shujtur akoma, dhe edhe shoqata këtë objektiv ka që t'i ruaj këto tradita të bukura, të komunikimit me një tjetër, me qetësi, të bujarisë, të pritjes e tjerë. Çfarë gjente shoqata? Pse vjen? Cilat janë arsyet që të sillin këtu? Unë gjej zemër ngërsinë jetës teme se kam qef për me njek shoqatë Mirëdita me s'kam akoma, edhe pse s'kam mundësi përmes, unë do të ecë deri në fund. Pra ndihesh mirë tu, forcojnë miqësi. Zakonisht se po. Unë jam Rës Paluku, ish ushtarak, përgjigj sektorin Pyje në Bashkimin e Vallënës. Në origjinë mirëditor, banojmë në Vallënës. Është nësi që Unioni Mirëdita mblidhet sot në përvitorin e saj, me burrat më të mirë, me zamë, më të përgatitur, më të aftë, edhe për ta mbajtur gjallë atë traditën mirëditore. Pas pak, shohim që në aktivitetin e shoqatës Mirëdita të vije edhe Mariana Jakini, një artizane duarart me banim në Vaudejës. Ajo ka sjellë edhe vajzën e saj të veshur si mirëditore me veshjet që Mariana i punon në studion e saj. Vërtet me vesh, i ka shumë qejf. Apo kjo që ka fantasi, unë kam pa dhe veshjet e tjera, po kjo që ka një mrekulli e kuqa që ka krye vepër. Të gjithë ata që janë të interesuar për të veshur si mirëditore, se ka dalë si një trendi
Kohët e fundit mu vesh bile një shoqja ime vajzë nga Dukagjini e veshi si mirditore të vogël. Ku mund ta gjejnë? Ku mund të gjejnë Mariana? Pra duhet të vinë deri në Vaudes, Laç Vaudes. Kena një dyqan të vogël, ta ndita ditë qujtën. Punojmë punimet të mirditës. Kena nga 10 zonave tjera, por kryesisht kena vetëm mirditës. Po, janë, për shembull, nëse ata janë grup, gjejnë në grup për t'i marrë si për djemë dhe për vajza? Ka masa ndryshme për fëmijë, për të rritën. Pra nuk janë individuale, po mund të marrin dhe në grup nëse duan të bëjnë një valle të bukur mirditore. Po. Okej. Vajza çfarë moshe ka? 20. 20. Je në shkollë apo vazhdon ndihmon mamin? E ke kry. Të pëlqen si ndihesh me veshje mirditore? Shumë mirë, normal, është veshja jeme, sa unë jam mirditore normal edhe është shumë e bukur. Okej, po sa të shkoka moj? Po gërshetat janë të tuat? Po, fëmijët janë. Atëherë ju përshëndes të gjithë, mirë se keni ardhur. Ju përgëzoj përzemërsisht edhe në emër të kryesisë shoqatës që gjithmonë i përgjigjeni fesës në organizime të tilla. Kam përshtypjen që ndjeni 100% mirditore dhe këto tradita dhe këtë ndjesi e keni ruajtur jo vetëm tek vetja, por edhe tek familjet tuaja, tek fëmijët tuaj. Ne mblidhemi her pas here në aktivitetet 2 janë kryesore që bëjmë në vit, ajo për vitin e ri, por edhe për vjetorin e krijimit të shoqatës dhe ne realizojmë 9 vite. Kuptohet që 10 vjetori ashtu siç është traditë shqiptare 10, 15, 20 marrin një tjetër vëmendje, por edhe sot ka rëndësinë e saj sepse është një familje e bukur që jemi grupuar të gjithë këtu. Le të ndajmë gjithmonë ato biseda që edhe njëherë kur përsëritemi prapë sikur na frymëzojnë për vendin tonë. Gjëja kryesore e jona është se si gjithë krahinat e tjera, ne kemi një respekt i nert madh për mirditën, sepse mirdita e ka tërgu vetin me shekuje, me vitet të tana që është një risi për Shqipërinë, për atë karakterin edhe karakteristikat e mirditës, dhe ne jena pikërisht një shoqat që i shërbejmë të mirave, të mirditorëve, e sidomos mirditorëve në Shkodër. Shoqata jonë, siç e dini, është Bashkia Shkodër, Bashkia Vaudes, kuptohet Velipoja, Dajqi, dhe kena organizu një bërë të shkote funit bile i fije më të malë, edhe më të fort, edhe më të mirë, duke pas parasysh me sekretarin e përgjithshëm No Markun, me 2 nënkrytarë të ri që janë vendos Ardjani dhe Leka, njëkohësisht kene edhe 3 krytarë, jena bo organike madhe e Shkodrës, me No Gjokën, kemi Vaudesin, me Gjergj Dodanin edhe Velipojnë me Gjon Nikolin, edhe kohët e funit kemi edhe Dajqin me Tom Pjetranin. Ne shumicën e punëve kemi bërë bashkë. Edhe pothuajse ju i dini, si jeni prezent në aktivitetet tona, por disa gjëra edhe ne si kryesi jemi munduar të ndjekim vazhdimsi nga vjet deri në këtë moment që flasim. Cilat janë aktivitetet kryesore që kemi bërë ne? Ne në vazhdimsi kemi ndjek të gjithë militorët në Shkodër, të cilët kanë lanë gjurë me punën dhe aktivitetin e tyre, si në fushën e sportit, të artit, të muzikës, të medias, edhe në drejtimet tjera të punës ku ata shërbejnë. Por, i kemi identifiku persona, të cilët në vazhdimsi edhe i kemi vlerësu me certifikata mirënjohje. Kemi organizu një aktivitet me pjesëmarrje të gjerë me rastin e Krishtinit dhe Vineri, që shumica për jush kanë qenë prezent. Një aktivitet i rëndësishëm që kemi organizu ne si shoqat është festimi 75 vjetorit të mjeshtrit madh inxhinier Zev Gjini.
në sallën Dom Mikel Koliqi në Shkodër, me një pjesëmarrje gjarë jo vetëm të mirëditorëve, po edhe të personalitetet publike, të njerëzve që kanë ardhur qysh nga Bashkia e Mirditës, Vaudensit, të Shkodrës e më radhë. Një aktivitet me shumë vlera, ndoshta ishte aktiviteti i parë i këtyre përmasave që ne si mirëditor bëm në Shkodër, për të treguar shkodranëve dhe të gjithëve që mirëditorët kanë asete të cilat i kanë pasë dhe do t'i kenë në vazhdimsi. Kemi një grup nga mirëditorët, përfshirë Kozeta, që Stefani, që së fundmi kanë qenë në treven e plavës dhe të Gucis dhe kanë dhuruar 500 libra për shqiptarët Matan Kufirit. Është aktiviteti i sotshëm që po bëjmë. Është aktiviteti i sotshëm që po bëjmë. Pavarësisht se pjesëmarrja nuk është shumë e madhe, sepse e kemi lënë si çështje dëshirës, sepse do mblidhemi për 10 dhjetorin edhe për Krishtinë po. Me qëllim që ne të majmë gjallë atë frym që mirëditorët në Shkodër të jenë një zë i fuqishëm në Shkodër, në Vaudenjës dhe Velipollit. Do me bëj një përshëndetje. Një mirëditori që është më i vjetër këtu në shoqatën tonë, Gjan Bruçi. Unë mendoj që të çelin një gotë, përshëndetje e Gjonit, me qenë se Gjoni është iniciatori bashkë me mikun tim në 2016 me rikriju këtë shoqatë. Hajde gëzime. Në detyrove kryetar ti them unë dy llafës. Ai çoj gjitha njerëz shëndet për mua dhe unë ndjej krenari për veten time. Do përgatitja për 10 vjetar, po ka. Mirë, dakor. Tani vërtet iniciatorë një tjetër kemi qenë 2-3 vete me kështu e fillum. Po, ju ta lëm nderë pastaj, që i plotësoj kushtet. Mamisin e gjithë. Unë të falenderoj për urimin, edhe juve që e shoqut shëndetin për mua. Unë ndjej kënaqësi kur jem në kolektiv të tillë, krahinës time, mirëditë. Pavarësisht se kontributet ndoshta si kemi në atë shkallë që duhet, po sidoqoftë paktën pjesëmarrja do të jetë. Ju falenderoj gjithëve edhe në gëzime gjithmonë takofshim. Për të realizuar aktivitete me pjesëmarrje të gjarë, kuptohet që ka edhe një kosto financiar. Ne nuk do të kishim arrit t'i bënim aktivitetet pa ndihmën e shumë pjesëtarëve nga ju, të cilët vazhdimisht kanë dhënë donacione për shoqatën. Ne i kemi bërë prezent edhe në takime tjera, por po flasim për ata që kanë dhuru mas datës 21 dhjetor që jemi mbledhur për Krishtinën. Mas asaj date janë edhe disa persona tjerë, Dr. John Preshi, që bëngon për arsye sot, ka dhuru 100.000 lek, Qes Klukani, ky sotëria këtu, ka dhuru 100.000 lek, Lin Gjoka ka dhuru 100.000 lek, dhe tani në moment Gjergj Dodani dhuroi përsëri 100.000 lek dhe është disa ta herë që Gjergji dhuron lek për shoqatën. Ne gjejmë rastin t'i falenderojmë të gjithë. Ata që në mënyrë vullnetare, ne nuk i kemi vënë kërkujt asnjë lloj detyrimi. Të gjithë njerëzit që kanë dhuru në mënyrë vullnetare. Dhe të gjithë leket që dhurohen për shoqatën evidentohen, mahen të shënuara edhe përdoren vetëm për shoqatën. Kështu që edhe një herë ju përshëndes gjithëve, edhe respekt për gjithë ata që krahas angazhimit intelektual, angazhohen nga ana financiare. Faleminderit. Takimet të tilla forcojnë lidhjet mes mirëditorëve duke e bërë shoqatën si një ndër më të mirat në veriun e Shqipërisë. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur në 9 dhjetorin e shoqatës Mirdita Dega Shkodër. Këtij reportazhi i parapriu fillimisht një bisedë me artizanën e nderuar duarart nga Bashkia e Vaudenjës, zonjën Mariana Jakini.
Unë e falenderoj që ishe këtu me ne në studio, falemderit për detajet e bukura që sollet të Kosovit Mirditore dhe shpresoj që me duart e tua të vazhdosh të bësh ende këtë traditë e ajo të jetoj gjatë duke e përcjellur tek ato moshat e reja që do t'ju bëj kurs falas vetëm si që ato ta mësojnë. Ne do të rishihemi sërish në Panajire, në terren. Studioja ndoshta është pak luks për mua, sepse kënaqësia më e madhe është në terren, aty ku janë Panajire dhe atje ku ekspozojnë dhe ato punime është të bukura mirditore. Ritransmetimin e emisionit ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30, ndërkohë ju lën shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Bashkë natën e mirë.